Një ditë pasi kryeministri Edi Rama u shfaq një video për krah disa të rinjve të cilët i cilësoi si përfaqësues të Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, këtë të diel ka reaguar Forumi Rinor i kësaj partie. Kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, Çayub Sheaj, theksoi se ata të rinj që ishin aty nuk përfaqësojnë asgjë që i lidh me Partinë Demokratike apo Forumi Rinor. Përkundrazi, ata përfaqësojnë lidhjet me partinë në pushtet për interesa personale, punësime të tyre apo të familjarëve të tyre në këmbim të fytyrës. Me përjashtimin e 2 ose 3 të rinjve që kanë qenë pjesë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Vlorës dhe që janë larguar për interesa personale dhe të punësimit, të tjerët janë të rinj dhe studentë që nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Nga peng i bandave në peng të tradhtarëve. Dje, në shfaqjen e radhës të boshësisë politike dhe inferioritetit për të bërë garë të denjë dhe thelbësore, armiku i shqiptarëve dhe miku i tradhtarëve postoi në rrjetet sociale një video ku pretendonte se disa të rinj, të cilët kanë kohë që nuk e kanë parë derën e asnjë strukture të Partisë Demokratike në Vlorë dhe që vërtiten në rrugët e Vlorës në kërkim të të ngjashmeve me ta, ishin antar të strukturave të Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Vlorës. Me paturpsinë, tipar identikiti i tij dhe atyre që e rrethonin deklaronte: "Jam peng i tyre", duke rrahur gjoksin se tashmë me të janë dhe demokratët. Prandaj, në cilësinë e kryetarit të Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, dal sot burrërisht t'i kthej të përgjigje një të paburit të rrethuar nga të pabura, e që paraprakisht t'i them për të rinjve vlonjat e shqiptar që dëshmuan shfaqjen e radhës të inferioritetit politik rrethuar nga disa fatkeq e ndacak, se këta të fundit i njohim të gjithë, kush janë dhe nga vijnë. Ata nuk përfaqëson asgjë që i lidh me Partinë Demokratike apo Forumin Rinor të Vlorës. Përkundrazi, ata përfaqësojnë lidhjet me partinë në pushtet, për interesa personale, punësime të tyre apo të familjarëve të tyre në këmbim të fytyrës. Sipas kryetarit të Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Vlorës, Çayub Sheaj, të rinj që Rama identifikon si të rinj të strukturave të Forumit Rinor të Partisë Demokratike Vlorë, janë në fakt të rinj të mbledhur lart e poshtë në përqoshet patronazhiste të Vlorës. Ata që zoti Rama me paturpsinë, peng të inferioritetit patologjik më shumë se sa të guximit politik, i identifikon si të rinj të strukturave të Forumit Rinor të Vlorës, janë në fakt të rinj të mbledhur lart e poshtë në përqoshet patronazhiste të Vlorës. Nuk bëj dot fajtor fatkeqet e përhumbur. Ai sa dua të merre me kundërshtari një dhe të vetëm, Kryeri Lindasin. Zoti kryeministër, ke dal blof. Mirë që me peshën tënde nuk po shtyesh dot, po ç'ke që merresh me të rinjt. Demokratët e Vlorës nuk demoralizohen me kollaj, se kanë për frymëzim njerëz që ti i ke lexuar në libra, ndërsa ne i kemi pasur mes nesh. Ndaj sot, ndaj skenimit të dezertorëve, kam vetëm një alternativë. Dera e Forumit Rinor të Vlorës është e hapur, jo për të bërë shfaqje perverse, po për të ftuar çdo të rinj vlonjat, bir e bija demokratësh a socialistësh të ndershëm, për të punuar bashkë krah Partisë Demokratike në këtë betejë për Vlorën, jo për atë që Rama e shet si strofu të tradhtisë, po për Vlorën e qendresës dhe patriotizmit, Vlorën e të rinjve me të ardhme, jo të rinjve pa shtyllë kurrizore, pa ideal dhe pa ëndra. Forumi Rinor i Partisë Demokratike përfaqësohet në listat e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore me të rinjun vlonjat Mario Runa. Runa theksoi se Forumi Rinor i Partisë Demokratike është më i fortë dhe më i bashkuar se kur. Forumi Rinor i Partisë Demokratike është më i fortë dhe më i bashkuar se kur. Ne jemi në krye të betejës për shpëtimin e Shqipërisë, të vendosur për të mos u përkulur përpara regjimit të korrupsionit dhe të kapjes së shtetit. Të rinjtë e forumit janë ata që përballen me sfidat e vazhdueshme. Ata që kanë vendosur të qëndrojnë e të luftojnë për një Shqipëri me liri ekonomike, me arsim e shëndetësisë cilësor dhe me një drejtësi të vërtetë. Ne na ke përballë kryeministër duke drejtuar betejën kundër popullimit nga banda jote. Ndërsa disa zgjedhin të largohen për përfitime personale, ne qëndrojmë pavarësisht rënimit të shtetit ligjor dhe vështirësive ekonomike. Ne nuk ikim, po ngrëm zërin kundër Shqipërisë së shpopulluar dhe kundër atyre që përshkatërrojnë të armën e brezit ton. Kryeministri duhet të di përballë katerin patriot, demokratë të vendosur, që më 11 maj do të japin goditje fatale në betejën politike. Ne do ta çojmë në presion politik dhe në përballje me drejtsinë. Shqipëria do shirohet nga një pushtet që për vite të tëra ka rënuar ekonominë, ka shkatëruar drejtsinë dhe ka shpopulluar vendin. Ne nuk përkulemi sepse të parët ta nuk janë përkulur kur. Dinjiteti, historia jonë, qendresa dhe patriotizmi na bëjnë të ndryshëm nga ata që sheshin gjithçka për interesa personale. Ne jemi vlonjat, ne jemi demokrat, ne ecim koklat e dinjitoz dhe më 11 maj, fal përpjekjeve tona, Shqipëria do të marrë frymë lirisht.